Çfarë do votimi në Kuvendin e Republikës Kosovës për këtë gjykatë të veçantë është çek blanko, sepse ne nuk e kemi materialin e nevojshëm e të mjaftueshëm që të dimë se çka do të votohet. Në fakt, ata që votojnë për nuk e dinë se çka kanë votuar. Votë e vërtet është vetëm vota kundër si votë kundër imponimit dhe jo transparencës. Edhe unë ndaj mendimin se do të kishte qenë shumë më mirë që ky proces të zhvillohej në vendin tonë këtu në Kosovë. Që ne të kemi zotësin të zhvillojmë drejtësit pavarur dhe gjykimet pavarura. Por për fat keq, dështimet e shtetit ligjor në shumë raste kanë ndikuar të humbet besimi i komunitetit ndërkombëtar se këtë proces mund ta zhvillojmë në vendin tonë. A few moments later. Ju ftoj gjithëve që të votoni pro themelimit të gjykatës speciale. Faleminderit shumë. A few moments later. 8 kanë votuar, 82 për, 5 kundër, 1 abstenim. Konstatoj se Kuvendi e miratoi amandamentin numër 24 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Tribunali apo gjykata e veçantë nuk bëhet sikur ky kryeministri i Kosovës të mos donte të aq të bëhet. Por tha që po e lejon tribunalin për shkak se beson që ai vetë nuk ka me përfunduar. Nëse ka ndonjë mik ndërkombëtar që mund t'i ndihmojë Kosovës, do ta bënte këtë duke i treguar kryeministrit që edhe ky vetë do të përfundojë aty. Se po t'i thuhet kryeministrit të Kosovës që edhe ky vetë përfundon aty, s'ka tribunal. Por shpresa e këtij që ky vetë s'përfundon, por shokët e tij shkojnë, thotë e kemi një farë sfide të madhe që duhet t'i përgjigjemi me përgjegjësi. Kjo është edhe turpshme, përveç se e padrejtë. A few moments later. Procesi gjyqësor ka nisur që në prill të vitit 2023. Më 16 prill të këtij viti, zyra e prokurorit special njoftoi se kishte përfunduar paraqitjen e provave kundër ish krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të cilët janë në pritje të gjykimit.